22 shkurt, ngriuni luftoni për vendin tuaj. Bordi i paqes nga mediat amerikane po trajtohet si a joke, një shaka, organizim shumë i keq, performancë as pak e mirë. Natyrisht që mungojnë vendet e serisa tek ka i grup autokratësh, problematik, diktatorë, të cilët janë Pakistan, Uzbekistan, sekretari pari i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Vietnamit. Pra, ata që e strukturuan këtë bord, gabuan duke dashur ta bëjnë si paralele me OKB-n. Lidhur me Gazën, vazhdojnë vrasjet nga Izraeli dhe ajo që u paraqit nga Jared Kushner është diçka surreale. Duhen rreth 70 deri në 80 miliardë dollar. Janë premtuar, siç thohet, 7 miliardë dollar për premtimet. Nuk kanë gjasa që do të ndodhin të paktën për 2 ose 3 vjet. Megjithatë, presidenti Trump është përballë ka 2 gjëra që duhet të vendosin. Duhet të shkatrojë regjimin e Iranit, të bombardojë të vrasë drejtuese siç thuhet, dhe çdo të bëjë me tarifat. Gjykata Supreme ka marrë një vendim historik duke mos lejuar të krijohet një precedent që presidenti mund të krijojë nga asgjëja një gjendje të jashtëzakonshme për të vendosur tarifa. Larg qoftë nëse Kamala Harris vjen presidente, me këtë lloj precedenti mund të kthente shtetëzimin dhe atë socializmin e ndruar të demokratëve. Ka vendosur tarifa jo me ligjin e gjendjes të jashtëzakonshme që u rrëzua brutalisht nga Gjykata Supreme, por me aktin e vitit 74 ka të drejtë për 150 ditë, presidenti ka mas kësaj jo. Problemi është se në gjykatat ulta, ato 200-300 miliardë dollar që janë kthesar nga tarifët, kompani do të hedhin gjyq për të marrë rimbursime të pas. Dhe kjo kalon në disa seanca gjyqësore dhe Trump do ta vuajë këtë tek zgjedhjet e nëndorit. Shumë republikanë që janë kundër zotit Trump thanë që kjo do të ishte gjë më mirë të ndaloheshin tarifat dhe ekonomia të fillon të gjallërohej sepse ka rënë GDP-ja. Nuk është më siç thuhet 5, është 2%. Inflacioni është nën kontroll, por numri i vendeve të punës është shumë herë më i vogël se sa mendoi. Edhe pse Trump ka shkarkuar personin tek byroja që jep këtë statistika. Megjithatë, Trump është një dhuratë për popullin amerikan në kundërshti në qoftë se do të vinte të ishte Kamala Harris. Po shkojmë tek zgjedhjet e mesmandatit. Ka shumë kundërshtar ndaj kundër revolucionit që po kryen Trump, sepse revolucioni ishte nga e majta për të ndaluar këtë vend të madh. Flitet shumë për një ringjallje demokratike, por kjo ndodhi në administratën Obamës dhe në periudhën e George Floyd, na u tha se kishte paradigma të reja, protokolle të reja, agenda që do të ishin të qëndrueshme, të përhershme dhe do të ndryshonin Amerikën për më mirë. Pati 4 ose 5 gjëra që morën hovë në administratën Obamës dhe Biden. Por Trump, në këtë kundër revolucion të kryer nga ai, ishte në gjendje t'i tregonte popullit amerikan se fiksimi me transgjenorët, me kufit e hapur, ose ideja e të qenit praktikisht vendi çarmatosur dhe një lloj socializmi që po vinte me DI nuk funksionuan. Nuk mendoj se dikush duhet të na argumentoj se na duhen më shumë programe sociale në Amerikë, duke financuar programe sociale socialiste, por me para që merren UHA, merren borxh nga Kina, nga vendet evropiane. Partia Demokrate Amerikane më shumë po portretizohet si parti socialiste këtu, edhe është një lloj varreze me ide të këqija. Shumë mendojnë që Trump do të humbas Kongresin në mes mandat në nëndorë, sepse kështu ka ndodhur. Vetëm Bush, Clinton dhe Roosevelt e kanë prishur këtë rregullsi. Por në qoftë se Trump arrin të tregoj realisht se çfarë ka bërë dhe të thotë që nuk ka alternativa nga demokratët,
ai mund ta thyen te këtë rregull. Sepse idet që janë kthyer si shqythar si varreza i desh të këqija, thuajse e shkatruan Amerikën. Trumpi duhet të flasë më shumë për kundërshtimin e politikës tranzicionore, ideja se një pakicë e vogël, që ndoshta është 0,001% e Amerikës të kontrollojë politikën e madhe, ishte një grup gjoja populatash e shtypur. Nga ana tjetër është DI, Afrikan-Amerikanët, Latin-Amerikanët, dhe pati problemet mëdha sepse po shkatroi administrata. Dhe me të gjitha të transgjenorët, Trump arriti të tregojë që nuk mundet burrat biologjik të futen të marrin pjesë në sporte femrore. Njerëzit u zgjuan një ditë dhe e panë. Dhe ndaj votuan për zotin Trump. Ishte një leksion i madh. Ju e pat sa çfarë ndodhi me Hillary Clinton në meny ku një diplomat çek i dha leksion lidhur me transgjenorët. Problemi është se kompanitë e mëdha farmaceutike fituan miliarda dollar pikërisht me këtë idiotësi, operacionet e transgjenorëve, duke dhënë ilaçe, steroid, hormon, antidepresiv shumë të rrezikshëm dhe gjithë e panë rezultatin e saj. Tjetra ishte kufit e hapur, 10.000 emigrant të pa skanuar hyrin në ditë dhe arriti një numër shumë i madh me Bidenin. Rreth 10 deri në 12 milion vetë. Sa më shumë emigrant pa letra të vinë në Amerikë, turistnia është mbi shtresat e varfër amerikane, sepse ata marrin programet, miliarda dollar që nuk i takojnë. Ishte një grup i paligjshëm. Ne këtu në Amerikë ka problem të madh se kemi 50 milion banor që nuk kanë lindur këtë vend. Dhe ka problem të madh Amerika se si ti asimiloj, si ti marri, ti akulturoj, ti integroj në trupin politik. Si që ka thënë Marco Rubio në Evropë, ideja kufive të hapur është një shkronjë e vdekur. Askush nuk do të kthehet dhe do të thotë se do të lejojnë përsëri 10 milion ose 5 milion të tjerë. Sepse kjo ndikon tek të varfrit, përmbyt rrjetin tonë social, të mirëqenie sociale. Dhe siç e kemi parë, në Amerikë mi 500.000 kriminal rritin krimi në Amerikë. Dhe ndërkohë e majta ka iluzionet e çarmatimit, borxhet, bombët e deficitit socialist të borxhit, gjëra që duket sikur jetojmë në një utopi të OKB-s dhe nuk kemi nevojë për një ushtri penguese. Dhe Evropa e ndoqi këtë rrugë pas përfundimit të luftës ftohtë, gjatë vitit 91 ose 90. Ata u çarmatosën. Gjermania kaloi nga ushtria më e madhe në perëndim, ushtria më e madhe e NATO-s në Evropë, në një vend që nuk ka ushtri fare. Edhe pse Evropa ka një GDP për 20 trilion dollar dhe një popullsi për 500 milion, është plotësisht e çarmatosur. Ne vetë amerikanët, thot Rubi e lejuam. Dhe kjo ndodhi shumë me Biden. Dhe duket tani mbas kërcënimeve bërthamore të Iranit, se çfarë do të bëjë Kina ose çfarë do bën Rusia në Ukrainë. Ndaj duhet që Amerika të jetë fortë, të ketë një buxhet mbrojtje. Po hyn triliona dollar dhe borxhi mund të shkojë 40 trilion dollar. Nuk është i qëndrueshëm. Interesi për borxhin kombëtar është më i madh se buxheti i luftës. Buxheti i mbrojtjes, që është 1 trilion dollar. Dhe Evropa po e vuan të njëjtën keqqëndje. Por idetë e teorisë moderne monetare, ku e majta na tha se mund t'i japim ura vetes duke mbajt obligacione. Kjo doli diçka e rrën. Fakti se ne kemi krijuar të gjithë këtë borxh, sepse rezerva federale gjatë kohës së Obamës, por gjatë administratës së parë Trump dhe Biden, e mbajtën normën e interesit të ulët. Pra, ne merrim miliarda borxhe triliona dollar me një normë interesi 2 ose 3%.
Tani, normat u rritën dhe pam se çfarë ideje katastrofë ishte kur ne duhet paguajmë. Nuk mendoj se Amerikës thonë të djathët i duhen më shumë programe socialiste të financuara nga parat që ne i marrim borxh nga bota. Nëse merri para borxh, dhe ato janë të paqëndrueshme, kemi vetëm 3 zgjidhje. Mund të mos i paguajmë, pra të shkatrojmë vlerësimin e kreditit amerikan, mund të konfiskoni para, ose mund të fryni rrugën tuaj për të dalë për tyje. Ka dhe një të rrugë të 4, por nuk e shoh që Europa të arri. Mund të rrisni ekonominë tuaj, mund të merrni të ardhra më të mëdha. Dhe kjo është ajo që Trump ka bërë të 10 muaj. Më në fund, ai luftoi atë që quhet diversitet, barazi, përfshirje, që ishte diçka që nuk sillte asgjë. Është diçka që tregon që është e pazbatueshme. Sepse ti përcakton se kush është viktim dhe kush është pjesë e binarit të toleroj fëmijë të llastuar dhe akuzat për korrupsion. Nuk është thelbi këtu te ngjyra e lëkurës. Dhe kjo nuk funksionoi. Ndaj dhe Trump fitoi ndaj Kamala Harris. Sepse nuk mund të vazhdosh të favorizosh njerëz të cilët nuk marrin rezultate dhe ti çosh në avar. Në dëm në kurriz të bardhë që kanë rezultate. Ose të marrësh një program trajningi për pilot, sepse ti je afrikan-amerikan, ose për kirurg, se ti nuk je i bardhë. Pra, standarde që të çonin tek sistemi rus i komisarit dikur, ku nëse nuk ishe ideologjikisht i pastër, nuk të jepeshin dhe përjashtohej nga performanca. Ky ishte DI, shkatrimi këtu, ishte diskriminues. Dhe mbas këtyre eksperimenteve në maskën e veprimit afirmativ, por veçanërisht 4-5 vitet e fundit, po të çonte Amerikën të poshtë. Ishte rrezikshme. Duke vendosur njerëzit në pozicion ku jeta dhe vdekja kanë rëndësi, siç u thash një kirurg, një pilot, vetëm se favorizohen si grupime raciale të DI. Dhe këto realizuan në kohën e Obamës, Bidenit. Tani po ndodh ai që quhet kundër revolucioni i Trumpit. Dhe Trump në të shumtën është në rregull. Problemet i ka karakteriale. Dihet që Trump është narcisist. Dihet që Trump flet në mënyrë të pakontrolluar, sepse Trump nuk ka qenë pjesë e establishmentit. I duhej Amerikës një figurë e tillë për këtë çast, unë mendoj se po. Se çfarë do të ngjas më pas, do të ketë hetime pa diskutim. Askush nuk do të toleroj fëmijë të llastuar dhe akuzat për korrupsion. Ndaj ky vend është i madh. Ndaj një gjykatë supreme e djathtë dhe me njerëz të votuar nga Trump, të emëruar atje, votojnë kundër tij, sepse duan të ndalojnë precedentin. Lidhur edhe një herë me bordin e paqes. Presidenti i Kosovës është pritur nga Rubio. Atë ditë Rubio nuk ka pasur në plan që publikohet çdo ditë nga departamenti të takonte presidentin e Kosovës. Dhe po të vinë fotografitë e saj, mungon flamuri i Kosovës dhe flamuri amerikan. Pra ka qenë çasti, por është një shuplak për Ramën, të cilit i kanë refuzuar takimet në departamentin amerikan të shtetit, në departamentin ka dashur në Pentagon, në Senat, ka bërë një takim me dyert mbyllura me tuta me atletët e Atlantic Council sponsorizuar nga Soros. Rama e ka parë ftohtësinë amerikane. Rama nuk firmosi në Davos. Pra teknikisht nuk ishte antar i bordit themelues. Duhet të firmosje që të hyjë në bord. Petullat i kanë ngrënë nga ora 7:30 e mëngjesit përpara se dinte doni madh. Netanyahu erdhi në Washington dhe nuk firmosi me Trump marrëveshjen si gjithë vendet e tjera. Shkoi tek zyra e Rubios në departament. Me cilin ose me cilin ka firmosur Rama? Me ndihmës asistenten e ndihmës këshilltares për byron e Indis, me një sekretare të thjesht përpara se të hynte atje, dhe qershia mbitor
e ka prerë shtëpia e bardhë çastin kur ai si ligavec i ka shkuar nga pas presidentit amerikan dhe video përfundon me shtrëngimin e dorës me Osmani. Nuk është rastësi. Nuk duan që t'jetë afër donit të madh. Klani i Rubios e përbuz Ramën. Pastrimi i parave, dosjet masive, lidhjet me Sinaloën kanë shkuar në departamentin e drejtësisë, janë dosjet e FBI-t dhe njerëzit e afërt Trumpit natyrisht i dinë. Ftesa nuk ka qenë për Shqipërinë, për Ramën, ka qenë për Shqipërinë, Albania shkruan. Mund të ishte edhe Begaj. Dhe ju dërguar 100 vendeve dhe Rama vrapoi me vrap pranonte. Jo, nuk jam dakord me Berishën, nuk është bord prestigjioz bordi i paqes. Ishte një gjok. Në qoftë se do të ishte vetëm për gazën, do ta mbështesnin elitët e vendeve perëndimore. Suksesi vetëm është që Kosova është në këtë organ ndërkombëtar me fuqinë e Trump dhe të gjithë ata që ishin barkas ishin ndaj pushtetit që ka zyra e presidentit e superfuqisë vetme. Nesër do të flas për grushtën e shtetit tek Shkolla e Bashkuar, kam intervistën e hershme me baletën. Është muaj që kujton ngjarje të mëdha. Protestat janë në vetëm mënyrë ndaj një qeverie autokrate, ndaj një personi që urren Shqipërinë. E keqja në Shqipëri ka një emër, ja kam thënë Rama. Ai urren shqiptarët, por shqiptarët urrejnë atë. Momenti që policia vepron me gaz dhe me veprimet që të kujtojnë 91-shin, tregojnë panikun e atij që kërkon të majë peng. Mbi të gjitha, brezin e riq vazhdon të largohet Partinë Socialiste dhe Shqipërinë. Pari e ndjeu se sa i akullt ishte Washingtoni. Mund të shkosh të flasësh gjëra pa lidhje me ato që të ka shkruar dikush tjetër. Por të gjithë e dinë që kjo administratë vendos që kush prek interesat e sigurisë kombëtare, kush ka lidhje me trafiqet, do të goditet. Spaku nuk është mbyllur. Spaku vazhdon. Fati i tij ai e di shumë mirë. Kudo në Shqipëri.